Andale nis 2026 me 3 programe të reja që u pëlqyen masivisht nga publiku. Vibe-in ishte programi i parë që u publikua dhe ka arritur mbi 100.000 klikime në YouTube. Kesiana kishte të ftuar në këtë episod pilot këngëtaren e njohur Rina Balaj, të cilën ne e pam në fakt ndryshe nga çdo intervistë tjetër. Më pas, në klubin e sheqerit, pam për herë të parë në rolin e babysitterit Aldin dhe Crystalin, ku bashkë me Azalean ata bën një sleepover për herë të parë. Por në episodet në vijim do i bashkojnë edhe çamarok të tjerë të veçur dhe do të shohim aventura me plot të qeshura. Ëmbëlsira për në fund nuk është një, por ata janë dy, çifti më i dashuruar i Vilës, Blerta dhe Benardi në serialin I Thonçin Dashuri, ku çdo çift besoj gjen veten, por dhe ju që jeni single duhet ta ndiqni që të dini çfarë të bëni dhe çfarë jo. Ama pyetja që ju mund të keni është kur do të nisin transmetimin këto programe. Për këtë unë do të thras dy fleçin ku është shkruar vendimi. 3 programet e reja në Andale do të fillojnë gjatë muajit janar dhe shkurt. Mos prit fare reagim thot, por le të filloj festa.